Përshëndetje të dashur miq. Sot unë do të gatuaj një byrek me kockula. Këtë byrek e pregatit më shumë zonës Kraparit. Dhe për këtë byrek na duhen, kemi marrë gjysëm kilogrami me kockula, kemi marrë 600 gram miell, një qep të madhe, 100 gram gjalp, krip, piper të zi dhe vaj ulliri. Vazhdojmë nga puna. Si fillim, do vëm kockullat për të zier dhe prandaj na duhet të grim qepën. Kemi grirë qepën. Në tenxhere delimano do t'i vëm për të zier. Shtojmë qepën. Shtojmë kockullat që i kam lënë një natë më parë në ujë për të regjur. Do të shtojmë gjalpin. Do të shtojmë dhe një lugë krip. Do t'i shtojmë 1 litër ujë. Shtojmë edhe pak piper të zi. I vendosim kapakun dhe i vendosim për 20 minuta të ziejnë. Tani do të vazhdojmë me brumin. Do të shtojmë pak uthull, pak krip dhe pak vaj ulliri. Brumin e zëm me ujë të ngrohtë. Brumin e hedhim në tavolinën e punës dhe e punojmë për disa minuta. Brumin e lëm të pushoj për 5 minuta, e mbulojmë me tas dhe e lëm. Marrim brumin dhe e ndajmë në toptha të vegjël. Brumin e kemi ndarë në toptha të vegjël dhe tani do të hapim petët. Ne do ta bëjmë tani me petë të pjekura. Fillojmë hapim petët. Tepsin do ta lyej me vaj. Dhe në fund tepsis do të shtojmë një petë të njomë. Dhe i lam me njanë. Tani do të vazhdojmë, do të bëjmë petët dhe do t'i pjekim në një furrë me dru. Petët e byrekut me petë të pjekura bëhen pak të trasha, jo të holla. Petën tani e vëm për të pjekur. Sobën e drus e kemi ndezur dhe është nxehur. Tani vendosim petën sipër. Dhe e largojmë. Dhe kështu do të veprojmë me të gjitha petët. Do të lëm 2 petë pa pjekur që do t'ja vëm sipër dhe pjesën tjetër do ta pjekim. Unë të gjitha kam bërë 14 petë. Njëja shtrova poshtë dhe 2 do t'ja lë për sipër. Vazhdojmë me petën e fundit për të pjekur dhe i kemi mbaruar petët. Hapëm dhe petën e fundit e vëm për të pjekur. Tani do fillojmë të shtrojmë byrekun. Kockullat i kemi kanë zier dhe i kemi hedhur në një tas qelçi dhe petët i kemi, petët e pjekura janë në një enë tjetër. Tani vazhdojmë dhe shtrojmë byrekun. Mbas petës së njomë, shtrojmë një petë të pjekur. Ne spërkasim me vaj dhe shtrojmë pak kockula. Unë e kam hequr një vazdo nga koçkullat se më dukën shumë.
Po në qoftë se na duhen, e kam edhe në një vazo qelçi, i vura kapakun dhe e përdor për një byrek tjetër. Do thoni ju ku t'i pjekim petët, merrini të gatshme, nuk ka asnjë gjë. Po unë i poqa mbi sobë dhe i bëra vetë. Vendosim dhe petën e fundit. Kështu për një tepsi mesatare, na duhet gjysma e pakos kollshkulla. Tani do hapim dhe 2 petët e njoma. Hapim dhe petën tjetër. Kemi hapur dhe petën tjetër. Këtë e kemi spërkatur me vaj. Dhe tani e presim. E spërkasim me pak vaj sipër. Jedhim dhe pak ujë. Edhe e fusim në furrë. Byrekun e kemi hequr nga furra, e kemi pjekur 40 minuta. E spërkasim me pak ujë sipër dhe e mbulojmë. Kemi mbuluar me një mbulesë buke dhe e lëmë sa të zbutet. Byreku është gati. Kjo ishte edhe receta ime për sot. Miropafshim në një recetë tjetër.